Unë se kam pa të arsyeshme, si me thonë, se kam pa të arsyeshme me dhënë kontribute monetare, kam pa të arsyeshme nëpërmes mediave, nëpërmes aktiviteteve. Kjo keni një zë publik që e keni mbrojtur publikisht linjën e kam mbrojt publikisht edhe kam godit publikisht për gjëra që unë kam menduar që ndoshta nuk janë normale. A kupton që nuk shkojnë me parimet e dyta duhet ta kesh bërë thyrjen. Po, nuk tash edhe një herë, unë kam personalitetin tim, kam, si me thonë, atë boshtin tim që e kam kriju domethënë qysh në femëri, edhe ato nuk e ndryshoj dot. Aq më tepër që ardha ime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka bërë edhe një ndryshim edhe shumë më të madh, pasi unë jam rritë në Shqipëri, vërtet jam rritë në Shqipëri edhe normalisht ajo boshti i krijimit si figurë ka qenë në Shqipëri, por gjithsesi qenja ime për 30 vite këtu ka ndryshim. Sigurisht që ndryshon duke pa raportin e të demokracisë, e drejtave gjitha e të ligjit, se si funksionon në Amerikë. Kështu që unë nuk kam marrë tash edhe një herë te Partia Demokratike, aty kam gjetë veten, edhe aty gjaj veten më shumë se sa ke gjithë spektri politik në Shqipëri, por nuk kam marrë për përfitim ose për dekorata, por e kam bën thjesht se e kam nisë, e kam gjetë veten aty. Kështu që ajo që tha ti, ajo e dyta mundet me qenë se ndoshta nuk e pranojnë zonën kritik, pavarësisht se Partia Demokratike prej fillimit ka qenë parti që ka pas kundërshtime. Nuk po them që është të gjë perfekt, por duhet me qenë partia që njerëzit e gjanë vende, e gjanë ndryshimin të leadershipi i Partisë Demokratike, të antarët e saj, të vija drejtuese të politikat ekonomike, sociale, të çdo gjë që funksionon në një vend demokratik. Por gjanat si duket edhe në aspektin ndërkombëtar edhe në aspektin edhe në arenën ndërkombëtare kanë ndryshuar disi në 15 vitet e fundit, domethënë duket sikur politika është bërë thjesht biznes edhe njerëzit nuk i intereson shumë ajo ideologjia për kë admirojnë ose përfaqësojnë, por thjesht intereson ajo interesi personal, interesi ai karrierës ose mënyrat tjera domethënë që arrin me bë një karrierë në Partinë Demokratike ose në pushtet, nesër me ardhmë në pushtet. Zotëri, duke uruar që të reflektojnë për këto që ju thatë, të lutem për ta mbyllur, jep një koment për protestën, si e keni parë këto ditë. Edhe atje më duket ka pas javën e kaluar protestë në New York. Nesër do themelohet kuvendi kombëtar, ndoshta mos që të rasin këtej. Do kisha me shumë dëshirë do kisha qenë pjesë e saj, më thirr, por problemi është se kur e shef protesta ka qenë gjëja më e mirë që ka ndodhur në Shqipëri në këto 35 vitet e fundit, por aty domosdoshmë janë mbledh rryma që secili për vete është në heshtje, pasi unë sigurisht shoh unë aty në moment që del një leadership nga ajo partia aty, nga ajo protesta menjëherë ajo ka për të shuar, pse nëse del Dylberi ose Sadriu, njerëzit kanë me thonë, po, në Dylberin e njohim, ky e bën për interes, ose Sadria, ose X ose Y. Kjo është e keqja, domethënë që aty s'po organizohet një bërtham, një liç që me kryo forcë politike, se në demokraci, nëse themi që Shqipëria ka demokraci, çdo gjë arrihet mes votës. E nëse ti nuk përfaqësor, se ti mundesh me dalë 24 orë e me protestue, edhe forcërisht nëse me forcë ndoshta është një histori tjetër se mundet që me detyru qeverinë me dhënë tërheqje, por në fund të fundit edhe sikur forcërisht nëse qeveria dorëzohet, ti do shkosh në zgjedhje. Në zgjedhje njihen partitë që janë
në fushë betesë, janë ngarë. Kush janë parti që janë ngarë? Janë Partia Socialiste, Partia Demokratike, Nisma, këto 3-4 parti që kanë një elektorat. Kështu që këta njerëz që dalin nuk i përfaqëson njeri, domethënë janë popull, ti nuk mundesh me thonë që sovrani e ka dorë. Ka dorë sovrani, po sovrani ka një përfaqësim. Këtu është e keqja dhe u bën 40 e sa ditë. Çdo gjë ka, si me thonë, unë kam qenë edhe jam për protest, edhe me shumë kënaqësi do kisha qenë pjesë e protestës marrë në Shqipëri këtë ditë, por edhe puna është sezonin e verës që kena ngarku me punë. Por problemi është se duhet me ndryshu diçka, nuk mundesh me shku sikur shkum 45 vite ose sikur tash i thonë që 35 vite s'ka ndryshuar asnjë gjë. Këta njerëz për 45 ditë, çfarë ndryshuan përveç se u bën lajm ndërkombëtar, sigurisht janë bërë lajm ndërkombëtar, lajm botëror, domthonë me protestuesit e Shqipërisë, por ndryshim Shqipëri. Cili është ndryshimi? Duhet me ndryshu strategjia. E shef që kësë punon, këthe është në familje, është në biznes, është kudo. E shef që kjo rrugë nuk qënë askun, ndryshoj drejtimin, ndryshoj timonin. është shumë e thjeshtë, por nuk e di për sa ku kanë përdal. Ai Rama vazhdon i qetë me atë ofrinë e tij, domethënë duke shoh me esterizëm e me bullizëm çdo ditë, bashkë me ata njerëzit që e përkrajnë nëpër media. Këta të shkret dalin edhe bojnë protestë 2-3 orë ditë edhe kthehen në shtëpi, bojnë ato postime në TikTok nëpër social media. Unë nuk e shoh domosdoshmë që protesta as pak nuk e ka shqetësuar as një sekond qeverinë. Se domosdoshmë kur qeveria hidhet në kundër surd me deputet, me gjithë forcën e vet nëpërmes mediave, nëpërmes njerëzve që paguhen që nga podcaste e nga media në sulm kundër protestuesve, vetëm një ta shikosh para 3-4 nesh pash emisionin ke Ylur Akipit, ta pak ekspozurit kishin sill një deputete, një farë Sara Mile. Tashi ne jena rrit në Shqipëri, domthonë jena rrit me një edukat që jena mësuar që nga shkollat fillore që kur flet dikush me në gjuhë tjertë, me pas një respekt, pa marrë parasysh është i vogël, është i madh, gjithmonë në vegj janë respektu më shumë, por të vegjit edhe të vegjit e kanë pas radhën me fol. Ajo ta shikoshen në studje ke Ylur Akipi, unë i shkruajta Yllit, në vërtet, edhe i thash Yllit, mu duk sigur leti me qëllim, që me nxjerr karakterin e saj. Po si një vajzë e re, domethënë një vajzë që është bashkëmoshatare me këta protestues për hir se o zgjedh mënyra se si o zgjedh nuk e di në parlamentin shqiptar, edhe del e shoh nuk lën njëri me fol, edhe hapur në studio thoshte unë do flas edhe nuk la me fol në studion e dikujt tjetër, sikur më ardhëm të shin me disa njerëz të mos me lënë njerëz me fol. Domthonë një mënyrë komplet arrogante e pa edukat. Të fol me gishta, të fol me forcë me qenë si me qenë boksiere. Kjo është domosdoshmë ajo që Thelbi është Adri që ju nga kuvendi kombëtar nuk është se prisni diçka. Unë uroj me ndryshu diçka, por nuk e di se ne shqiptarët nuk s'para merrem vesh se në atë moment që e zgjedhim X-in ose Y-in, nuk e lëm. Gjithmonë kjo ka qenë dominuese ke ne. E njëjta situatë është në Kosovë, e njëjta situatë është në Maqedoni, e njëjta situatë në Shqipëri. Kosova kam besu dhe besoj akoma që janë shumë përpara nesh, por në aspektin e politikës si duket e kanë kopju komplet imazhin e politikanëve shqiptar, se kanë pa domosdoshmë që politikanë shqiptar nëpërmes kësaj kanë arrit me marr ato benefitet e tyre, ato privilegjet e tyre në politikë, domthonë me familjarët e tyre me gjitha, edhe njëjtën gjë po bën në Kosovë. Kështu që uroj për
kanë marrë pjesën më të keqe. Pjesën më të keqe që kena në domon se ne në përgjithësi këta që vinë nga Kosova, që rrinë në Kosovë, thonë ju të Shqipërisë. Edhe në vërtet është mohabi domon se ne të Shqipërisë jena komplet ndryshe prej tyre. Unë kam meq edhe shok e njerëz që kanë punuar për 20 vite me pjesën e Kosovës, domon me rrafshin duke Alqini deri në Plavë Gusil, domon që i njoh familjarisht. I kam hyrë për familje, kam bërë evente me ta. Ka një qasje tjetër për sa i përket familjes, respektit, biznesit, çdo gjë kanë pothush prapë janë shqiptarë me të njëjtën gjuhë flasin, po janë ndryshe se rrinë në sistem kapitalist. Ata nuk e kanë provu komunizmin, nuk e kanë provu me ta marrë pronën private, domthonjë që me ta marrë shteti, me ardhur dikush me të komanduar tokën tonë. Ata nuk e kanë provu, vetëm një 3 vjet në kohën e Titos kanë pas që kanë hyrë gjoja në socializëm, kanë pa që nuk punon edhe në kthy direkt tek prona private. Kështu që uroj që kuvendi kombëtar me arrit të paktën një marrëveshje që mos zgjidh situata në Shqipëri, sistemi 35 vjeçar që është bën në Shqipëri ka detruar 1,5 milion, 2 milion shqiptar me ik. Prej 90-s, se edhe në 90-ën në vërtet kanë ik se kanë qenë të varfër, por nëse do ishte shpresa, ndoshta edhe unë që flas këtu do ishte akoma në Shqipëri. Por njerëzit e shohin se është një periudhë nga 25 deri në 55, 30 vjet, 35 vjet janë që ti ke aktivitet edhe ke forcën intelektuale ose mendore ose fizike që të arrish diçka në jetën tënde. Dhe kur e shef që gjitha këto kushte nuk t'i plotson vendi jot, atë detyrohesh me ik. Të paktën ja bën halal, ja bën e çun shkollën që ke bën në Shqipëri zero, edhe fillon nga puna fizike në Amerikë, dhe nëse ti i zoti mundesh me arrit me u shkollu këtu, me arrit edhe deri jo president, se s'lejon me bërë president, por si në biznes, si në politikë, si në ku dush, domthonjë të jep mundësinë. Sistemi kapitalist ta jep mundësinë, sistemi i meritokracisë. Ndërsa në Shqipëri nuk ekziston kjo. Unë shoh ke partia që kam gjetë veten më shumë se sa kudo tjetër, si më thonë te Partia Demokratike. Sadri, mbyllje më të mirë me këtë që thatë në fund, që ku po e shikoni këtë që ka ndodhur, edhe në realitet nuk ishte. Unë të falenderoj për bisedën dhe shpresoj të ngjojemi sërish. Ju me siguri do të vazhdoni aktivitetin tuaj atje, pavarësisht kësaj që ndodhi të herë. Unë thash edhe një herë, ajo nuk më ndryshon as pak atë abortin tem ideologjik që kam ke gjata në Shqipëri. Edhe po i qese doktori ju shkroi, më kontaktoni. Unë të falenderoj shumë për bisedën. Ju përshëndes edhe ju, faleminderit.